Ujë detox do të keni ditë për ditë, çdo javë tek ne, kombinimi sidomos me gjethet e freskëta të mentes apo të borzilokut, por patjetër që ne kemi folur vetëm pak ditë më përpara se si është e mundur ose sa e rëndësishme është kombinimi i duhur jo vetëm i ushqimeve perimeve, por edhe i këtyre elementeve që e bëjnë ujin më të pasur me vitamina apo me element pastrues, hidratues, tonifikues të organeve. Një prej kombinimeve më të zgjuara që mund të bëni dhe më të thjeshtë në shtëpi është tekana e ujit që mund të shtoni, pra kombinimin e mentes, meqense i kishim sot në tryez për reçelin, mente, kastravec dhe limon. Pse ky kombinim është një kombinim i shëndetshëm apo një kombinim i zgjuar, që është zero kosto, po përfitimet i ka të larta. Ja po i marrim me radhë. Shtojmë duke i shtuar tekana e ujit dhe duke treguar, bëjmë një arsyetim të thjeshtë. Kastraveci, 90% në trupin e kastravecit është ujë, kështu që ndihmon në hidratimin e organizmit dhe në ruajtjen e balancës, ja. Bën mirë që këtë ujë ta konsumosh brenda ditës, jo ta lëmë për ditën tjetër. Kalojmë tek limoni. Edhe limoni ka shumë antioksidant, padyshim ndihmon, tonifikon, pastron dhe stimulon mëlçin për të nxjerrë toksinat e saj, vetëm me ujin me limon. Ja, i presim disa feta limoni. Limon të plot, po e shtojmë, mase mund t'i shtojmë edhe pak më tepër ujë. I shtojmë tek kana. Mentja, nga ana tjetër, përveç se ka këtë aromën kombinuar me limonin është fantastike, sepse ka këtë aromën e freskisë edhe të qetësisë, padyshim, unë do ta shtoj me gjithë kërcell, do t'ja pres pak gjatësinë, se se nxë kana, ndihmon në qetësimin dhe në lehtësimin, jo vetëm të barkut, për qetësimin e spazmave apo fryret e barkut, dhe është ideale për tretjen sepse mund të përdoret shumë mirë edhe si çështë, si gjethe mund të konsumohet, jo vetëm tek uji pas vaktit të drekës, për shembull. Këtë do ta lini të qëndroj për 1 orë, ose për pak minuta, ose edhe më pak, si të doni ju, dhe mund ta konsumoni gjatë ditës. Po sigurisht dhe tek lëkura, duke patur parasysh fuqinë antioksiduese të limonit, hidratimin e thellë të kastravecit, qetësimin e jashtëzakonshëm nga mentja, keni një lëkurë më elastike, më të pastër, më të hidratuar, përveç se pastaj përfitimet që marrin organet brenda jush, siç është mëlçia. Pra është një lloj spaje për trupin. Po doni, përdoreni. Ky është kombinimi më i zgjuar që mua pëlqen shumë dhe solla, edhe aq më tepër që e kemi të ndikuar nga mentet. Në ditët e javës në vazhdim, sigurisht do të tregojmë kombinime, sepse është shumë e rëndësishme sinergjia, kombinimi i duhur, elementët japin marrin tek njëri tjetri dhe ato fuqizohen më shumë në përthithjen e të gjithë mikronutrientëve që kanë për organizmin. Ne do ta lëmë pak minuta dhe do ta konsumojmë nga një gotë.